Në xhaminë e Lagjes së Re në Gostivar, me rastin e natës së Kadrit, u realizua solemnitet fetar për këtë natë. Kori i Muftinisë së Gostivarit solli një program të bukur me ilahi dhe kaside. Në këtë manifestim përpos xhamatit hoxhallarëve të rrethit të Gostivarit, pjesëmarrës ishin një delegacion nga Muftinia e Gostivarit. Me këtë rast, Muftiu Sabaudin Zendeli potencoi se nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj dhe shtoi se kjo natë kërkon lutje drejtuar Zotit dhe falje deri në agimin e mëngjesit. Kjo natë duhet që në familjet tona të ngrit kulmin e qetësisë shpirtërore më të lartën të cilën e kemi përjetuar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe kulminacioni i ibadeteve tona, i lutjeve tona të përkufizohet në këtë natë. Allahu Gjellëshanuhu, inshallah të gjitha lutjet dhe duat të cilët do t'i bëjnë besimtarët për veten e tyre, për familjen e tyre, por edhe për mbar njerëzimin në përgjithësi, për mbar besimtarët. Allahu t'i pranon në mëshirën e tij, inshallah t'i bën kabull agjerimet tona, lutjet dhe duat që i kemi bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit e në veçanti në natën e Kadrit. Me lejoni që në emër të Muftinisë Basisë Fetare Islamit të Gostivarit, të gjithë besimtarëve që uroj natën e Kadrit, Allahu Gjellëshanuhu, inshallah këtë natë e bëj natë të faljes son, të udhëzimit ton. Kurani i Madhërisëm ka zbritur pikërisht në natën e Kadrit, ku në të 4 anë të botës do të bëhen lutje për paqen dhe vëllazërinë e botës islame. Ajetet kuranore dhe fjalët e të dërguarit profetit Muhammed që flasin për të janë të shumta, por rëndësi dhe pozitën që kjo natë gëzon tek zemrat e njerëzve e tregon dhe fakti që përpos të madhit edhe i vogël ditën që i paraprin natës së Kadrit e agjerojnë.